Sokol, edhe një pyetje të fundit ajo që ka tha Edmondi është që ka shqetësim, por deklaratat që vinë nga Ankaraja zyrtare kanë vënë re që janë shumë më agresive se sa ato të Greqisë. Në besha me hy aty që mos të jenë si debat me modin, por në fakt të edhe për konsumit të mrenshëm me Franco, si që thanë më dhe thanë 13 mënta janë nësëtëve kjo përshërë. Para dyta, po që dhe në qërtik për rësotitës që pozitës. Të kërkoj ndjes Sokol, por cilësia e linjës ka rënë dhe e kam të pamundur që të kuptoj. Por të falenderoj sinqerisht për gjithçka që ndave me ne në këtë emision dhe do të kemi të tjera raste për të diskutuar për këtë dhe temat të tjera të ngjashme. Jam shumë mirënjohës. Të falenderoj Sokol. Nuk e dëgjojmë, këto ndodhi në transmetime të drejt për drejta. Kolonel Neziri, përsa i përket pikërisht këtyre përplasjeve mes shumë të ashpra nga Turqia, ndërkohë që Greqia vazhdon dhe bën atë që kanë në plan. Por pyetja ime është, përse Greqia dhe Turqia nuk kanë arritur që këto problematika kaq të thekshme të mund t'i negociojnë. Patëm një takim Mitsotakis Erdogan vetëm mos gaboj një muaj më herët dhe sërisht pati një klim pozitive, por ajo klim da varitet shumë shpejt përballë problematikave që dalin në terren. Po, nuk është e lehtë për ta negociuar. Janë problemet, siç kemi edhe ne problemet e paszgjidhura me Greqi, që është kufiri detar dhe ligji i luftës. Dhe natyrisht që edhe ato janë shumë të ndjeshme për dyja palët, e theksova, ajo problemi më i madh është ndarja e kufirit detar. Dhe pretendimet që palët kanë në ujërat territoriale dhe gjithë tensionet lindin nga kjo dhe nga zona ekskluzive ekonomike. Këto janë dy arsyet kryesore dhe është vështirë pra ato kanë negociuar, janë përpjekur, por secila ka pikpamjen e vet në fundit pastaj qëndrojnë tek pozicionet e tyre. Por e rëndësishme është që paktën nuk është përshkallëzuar në më tepër, gjithmonë paktën janë përmbajtur dhe kanë kërkuar të negociojnë vazhdimisht. Edhe pyetjen e fundit për këtë emision, kolonel, atë çka tha Edmondi nga Athina pas takimit dendjas me kryeministrin Albin Kurti, shihet që Greqia është shumë nga të gjitha shtetet mosnjohëse, është ajo që është shumë më e avancuar në promovimin e raporteve të mira dypalçe, edhe pse nuk e njeh. Ashtu duket. U përmend, në fakt, me fjalë ato nuk e njohin, për arsyet e tyre, për arsyen e Kipros kryesisht. Sepse do krijonte pastaj atë polemikat e brendshme politike natyrisht. Ka kosto politike të brendshme. Edhe janë arsyeja, kjo është ajo që përmbajnë, por në realitet ato e njohin realitetin që është i pakthyeshëm, me fjalë, realiteti i Kosovës dhe